Përshëndetje miq të nderuar. Përderisa Kosova akoma ka nevojë për tekste të reja mësimore në institucione të larta arsimore, ligjëruesit e lëndëve të ndryshme kanë obligim të përpiqen që studentëve të degëve përkatëse të sigurojnë literaturën e nevojshme. Në vargjen e kësaj, profesor Dugaxhin Hasimja, ko më parë ka siguruar të drejtën e përkthimit dhe të botimit të librit profesional për studentët e arkitekturës dhe më gjerë nga autori gjerman Dr. Dieter Prinz. Zotriu profesor Dr. Dieter Prinz, inxhinieri diplomuar, ka ligjëruar një kohë të gjatë në Universitetin Teknik në Köln, Lëndën planifikimi urbanistik. Ai është autor i disa librave, në mesin e cilave edhe i librave në 2 vëllime Shtad te Bau, botuar në vitin 1980, të cilat janë pranuar në shkollat e larta teknike si dhe në fakultetet e arkitekturës. Për të trajtuar këtë temë në emision kësaj herë ju sjellim profesorin Prinz dhe profesorin Dugaxhin Hasimja, si dhe arkitektin e shkolluar në Kosovë, Bujar Hoxhaj, i cili aktualisht punon dhe vepron në Gjermani. Aktualisht, unë ndodhem në banesën e profesor Dr. Dieter Prinz, i cili është arkitekt me përvojë të madhe, ka punuar në disa vende në Gjermani, ka qenë profesor universiteti në Gjermani dhe në Holand. Ne kemi ardhur këtu për motivin sepse para do kohe, pikërisht në vitin 2012, profesori Dugaxhin Hasimja, i cili është ligjërues në Universitetin e Kosovës, ka përkthyer 2 libra, pjesën e parë dhe pjesën e dytë të librit Urbanizmi të profesorit Prinz. Herr Prinz, willkommen in unsere Fernsehen. Willkommen, ich heiße Sie gerne willkommen hier in Deutschland. Zotri Prinz, ju keni pas vetes një përvojë mbi 40 vjeçare si ekspert i urbanizmit në Gjermani dhe në Holand. Ndërkohë 2 libra tuaj janë përkthyer edhe në gjuhën shqipe. A ishit të befasuar kur profesor Dugaxhin Hasimja nga Universiteti i Prishtinës kërkoi nga ju të drejtën e përkthimit të këtyre 2 librave në gjuhën shqipe? Ja, ich bin sehr überrascht gewesen, als ich diese Anfrage bekam. Und zwar überrascht, weil ich im Kopf, nur vor Augen, noch die Bilder habe, die mich sehr, sehr betroffen haben, wie der Krieg dieses Land gezeichnet hat. Und diese Bücher, die ich gemacht habe, sind unter der Voraussetzung, Planungskultur zu schaffen, in einem geordneten Land mit geordneten Verhältnissen eine Planungskultur zu entwickeln. Und wenn ich mir dies jetzt auf Albanien vorstelle, wie ich die Bilder kenne, ich habe das Land selber noch nie besucht, dann finde ich den Mut, sich mit solchen Themen zu befassen und im Studium mit jungen Menschen, mit jungen Kolleginnen und Kollegen, sich darüber auszutauschen, finde ich bewundernswert. Zotri Prinz, në 2 libra tuaja të përkthyer në gjuhën shqipe, bëhet fjalë për norma dhe rregulla urbanistike për një shtet me mbi 80 milion banor. A mendoni se këto norma mund të aplikohen edhe në një vend me 2 milion banor siç është Kosova? Ich glaube, der Unterschied besteht nicht nur in der Zahl der Menschen, die in dem Land leben, sondern auch in der ganzen kulturellen und in der wirtschaftlichen Verschiedenheit. Und ich glaube, dass es keine Regeln gibt, die man global als Regeln anwenden kann. Ich glaube, dass man in Amerika oder in England oder in Kroatien oder in Albanien eigentlich bemüht sein muss, Regeln zu entwickeln, die der Kultur, der Geschichte und der Situation, der aktuellen Situation des Landes entsprechen.
Man kann vielleicht von internationalen Regeln lernen, indem man Anregungen dort vielleicht sucht. Aber ich glaube, entscheidend ist, dass man individuell für das eigene Land, für die auch vielleicht aktuelle Situation des Landes versucht, ein Regelwerk zu entwickeln. Professor Prince, sipas norma ligjore në Kosovë ekzistojnë disa plane urbanistike. Plani hapësinor i Kosovës, plani zhvillimor komunal, plani zhvillimor urban dhe përfundimisht plani regulativ urban. A e shihni këtë si përparësi apo pengesë për një vend që po kalon në periudhën e pasluftës? Ich weiß nicht, ob der Vergleich ist vielleicht ganz falsch. Als in der Zeit des Kolonialismus ist ja von den Kolonialmächten auf die Länder ein Regelwerk übergestülpt worden, was man von zu Hause kannte. Und es ist sicher so, wie wir eben gesagt haben, gibt es eine internationale Gültigkeit von solchen Planwerken, von Hierarchie, von Planstufen. So würde ich auch hier wieder sagen, diese Pläne, die Sie hier ansprechen, die sind sicher alle nützlich, sind alle auch wichtig in einer bestimmten Entwicklungsstufe, einer bestimmten Gesellschaft und einer bestimmten urbanen Situation. Ich könnte mir vorstellen, dass unter den Gegebenheiten heute in Albanien man ein Regelwerk entwickeln müsste, was sehr konkret auf die Bedürfnisse, die Situation der Menschen und insbesondere auch auf die wirtschaftliche Situation, auf die finanziellen Möglichkeiten des Landes eingeht. Das heißt, erstens mal würde ich sagen, es müsste zwei Ebenen, top-down, es muss eine Idee bestehen, was aus einer Stadt werden soll, die, wie ich erfahren habe, in 10 Jahren von 200.000 auf 600.000 Einwohner gestiegen ist. Das kann nicht sich selbst überlassen bleiben, sondern da braucht man eine auch politische Vorstellung davon, was dieses Gebilde Stadt leisten soll. Wann auch die Grenzen erreicht sind, wo man sagen muss, es geht nicht mehr, es kann nicht in 5 Jahren 1 Million sein und in weiteren 5 Jahren 1,5 Millionen. Das geht nicht, sondern ich muss ein politisches Regelwerk und planerisches Regelwerk haben, was sehr grob eine Idee von der Ordnung dieses Gemeinwesens dieser Stadt gibt. Und dann, bottom-up, muss ich versuchen, aus den örtlichen Gegebenheiten heraus konkret lebensnah den Menschen, ihren Möglichkeiten, Bedürfnissen entsprechend von dort aus zu entwickeln. Und diese 2 Ebenen muss ich langsam im Laufe der, 5 Jahre, 10 Jahre immer mehr aufeinander zubewegen. Und dann kann ich dazwischen auch wieder solche anderen Planformen zwischenschieben, die dann ein Regeln der dann sich entwickelnden Fragen ergibt. Aber beginnen würde mein Rat sein, ein Leitbild, was soll in Zukunft mit dem Gemeinwesen geschehen und was können die Menschen von unten leisten, was sind ihre Bedürfnisse, also im kleinen Quartier und im Gesamten der Stadt. Und dazwischen keine komplizierten Dinge. Zotëri Prince, Kosova është ballafaqohuar pas luftës me një rritje të madhe të qyteteve. Dhe kjo rritje po vazhdon ende. Tani vlen pak a shumë ajo thënia, të shpëtojmë atë që ka mbetur për të shpëtuar. Bazuar në përvojën tuaj, çfarë duhet bërë në rastet e tilla? Ich habe große Hemmungen, von hier aus diesem Zimmer, einen Ratschlag zu geben an eine Stadt, an ein Land, an eine Gesellschaft, die ich nur in Bildern kenne und eigentlich in schlimmen Bildern des Krieges kenne. Und da habe ich große Hemmungen, ich habe eben gesagt, planerisch diese 2 Ebenen, überlegen, was sind die Grenzen der Stadt. Denn dass die Stadt immer wächst und wächst und wächst und ein nicht beherrschbarer
Moloch wird. Andererseits auf dem Land die Menschen weggezogen sind, die Dörfer leer sind. Und ich denke, Albanien ist ja auch ein landwirtschaftlich geprägtes Land, kein Industriestaat. Es ist ein Land, wo die Kräfte, die Ressourcen in der Landschaft, in der Landwirtschaft auch in hohem Maße liegen, in kleinem Gewerbe. Und Landwirtschaft und kleines Gewerbe sind eigentlich Kräfte, die breit im Land verteilt sein müssen und die ich nicht in einer Stadt, da kann ich keine Landwirtschaft machen, das Land würde verwüsten, es würde veröden, es würde seine Fruchtbarkeit, seine Potenziale verlieren und das dürfte nicht passieren. Nachher habe ich in der Stadt nur Slums, da habe ich eine kritische Bevölkerung, die dann eher wirklich auch eine politisch kritische Bevölkerung wird und deshalb wäre, wie gesagt, ich kann nicht raten, aber es wäre meine Sorge, wenn man das ungehindert sich weiterentwickeln ließe, dass die Menschen in die Stadt ziehen. Und ich glaube, man müsste auch die Europäische Union, wer immer Geld gibt, müsste zur des Landes, der Landbevölkerung, der Dörfer, müsste sie investieren, dass das Leben im ganzen Land stabilisiert wird und nicht nur der Fokus auf eine Stadt gerichtet oder 2 oder 3 Städte gerichtet werden. Das würde ich mir vorstellen. Das ist auch eigentlich eine internationale Erfahrung. Überall da, wo eben Landflucht, wo die Polarität sich entwickelt zwischen dem Land und der Stadt, zwischen der Landbevölkerung und der Stadtbevölkerung. Und das muss man in Balance bringen. Professor Prince, unë I falenderoj juve për këtë intervistë. Herr Professor Prince, ich bedanke mich für diese Interview. Ich danke auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich würde gerne mehr wissen über Ihr Land. Inxhinieri Bujar Hoxha është arkitekti diplomuar në Universitetin e Prishtinës në Kosovë. Ai kohë më parë ka ardhur në Gjermani ku ka arritur që pas përmbushjes së disa detyrimeve të integrohet në profesion. Ai ka rikujtuar kohën e studimeve në Prishtinë dhe furnizimin me tekste përkatëse. Po, vështirësi si çdo njeri, edhe unë kam pasur vështirësi, ka qenë mjaft një rrugë e gjatë, ndoshta mund të them një vit e gjysmë ka zgjatë kjo procedurë. Mirë po vështirësi kanë qenë, duhesh me qenë bukur me pas përvojën e punës. Atë plotësuese që kam bërë kanë qenë disa seminare që më ka dashur të përfundoj këtu në Düsseldorf dhe në Oberhausen dhe më ka jap mundësia që unë të jem tash si një arkitekt I diplomuar dhe mendoj që e preferoj edhe të tjerët arkitektë që ta bëjnë këtë punë. Zotëri Hoxha, ju si arkitekti diplomuar në Universitetin e Prishtinës në Kosovë, ka disa vite që punoni në Gjermani. Çfarë ishte furnizimi I studentëve gjatë asaj periudhe të studimit tuaj me libra dhe tekste përkatëse? Po në atë periudhë furnizimi ka qenë I pamjaftueshëm, kështu që kanë qenë Fakulteti I Ndërtimtarisë dhe I Arkitekturës në 2 seksione ndarë. Fakulteti I Ndërtimtarisë ndoshta mund të them se ka pas disa furnizime, më tepërta se sa fakulteti I seksioni I arkitekturës, kështu që mund të them se në pjesën e dytë të studimeve ka pas, sidomos rreth lëndëve të projektimit, ka pas mjaft pak literaturë. Është preferuar ndoshta për profesorëve që të ketë ndonjë skript, cilën ata kanë përpunuar, mirë po ka qenë vështirë, se është dashur gjithmonë të presim derisa të fotokopjojmë nga shokët. Pastaj mund të them që mungesa ndoshta e internetit në atë kohë e ka bërë veten që mos të mundemi ne të kemi kontakte me njëri tjetrin dhe besoj që në atë kohë mund të them se nuk ka pas mjaft. Pastaj mundësia tjetër ka qenë disa shpjegime përmes slajdeve nëpër muret që janë shpjeguar, po vetëm foto aty kemi mundur. Edhe mundësia tjetër, disa profesorë kanë preferuar edhe diktimin, cilin vetëm aty derisa ke mujt merresh ndonjë informacion, përndryshe ka qenë e pamjaftueshme literatura në atë kohë. Para 2 vitesh, profesor Dugaxhin Hasimi Ali Xhruës në Fakultetin Teknik në Universitetin e Prishtinës ka përkthyer tekstet që trajtojnë çështjet e urbanizmit nga autori Dieter Prinz.
Sa mund të zbaton ato norma teknike urbanistike në praktik në Kosovë? Unë besoj që profesori Dieter Princ është një arkitekt i njohur, ku libri i tij preferohet dhe zbatohet në Gjermani, dhe besoj që ky do ta ketë efektin edhe në Kosovë. Unë mendoj që në Kosovë duhet të formohet një ligj i cili krijon bazat e projektimit urban, si dhe procesin metodologjik të zhvillimit në terren të zonave deri te hartimi i projektit. Dhe mendimi im është që ky mund të zbatohet vetëm në bashkëpunim me institucionet përkatëse, siç janë drejtoritë përkatëse, duke bashkëpunuar me arkitektë të ndryshëm, të cilët besoj që edhe ata e kanë vullnetin e mirë. Zotri Hoxha, çfarë mendoni për objektet me arkitekturë të vjetër këtu në Gjermani, të cilat edhe mund të jenë për shembull një fjala afër rrugës apo në ndonjë vend tjetër të papërshtatshëm? Si trajtohen ato nga institucionet përkatëse arkitektonike këtu në Gjermani? Unë mendoj se këto objekte janë të përcaktuara mirë me ligj, janë të përcaktuara nga institucionet përkatëse, dhe këto objekte janë të mbrojtura mjaft mirë, sidomos objekte të cilat janë të me zhvillim arkitektonik, me histori të vjetra arkitektonike, dhe këto objekte janë të ashtuar si objekte të cilat duhet të restaurohen apo të mbrohen. Dhe mendimi im është që shumë objekte tjera janë me forma, struktura dhe tradita arkitektonike, të cilat ndoshta mund të them që edhe ato bëhet vetëm një përpunim apo një rizhvillim i objektit, duke i ruar strukturat e vjetra arkitektonike tradicionale, mirë po në një formë bashkëkohore. Prapa jush janë dy objekte në një obor. Si e shpjegoni ju këtë? Njëri është objekt i ri, kurse tjetri është një objekt, një ndërtesë ndërtuar me gur në një kohë më të përparme, më të hershme. Si e shpjegoni ju këtë? Pse e ka lejuar këtë objekt të vjetër pranë objektit të ri? Po mendimi im është që ky objekt i vjetër ndoshta edhe ka qenë ekzistues i kohëra të lashta, ka struktura tradicionale, mendoj, ndërsa ndoshta ky objekt i ri ndodh që është i nevojshëm, ka qenë i nevojshëm për këtë vend, dhe kështu këta mu për atë dhe kanë arritë që të bëjmë një përpunim apo një rizhvillim të objektit, në mënyrë që të jenë të përafërta me një arkitekturë të mbrojtur nga historia e lashtë, mirë po format e ruhen njëjtë sikur se atëherë, vetëm në mënyra bashkëkohore dhe moderne. Renovimit të objekteve të vjetra me kulturë të vjetër, au kushton shtrenjtë të organeve ndërtimore gjermane, respektivisht qytetit? Unë mendoj se shumë shtrenjtë i kushton, jam i bindur që një ndër punët dhe veprimtaritë më të shtrenjta janë këto, për shkak se duhet mbrohen mjaft mirë të ruhen artizanatet e vjetra historike, dhe kështu që besoj që mu për atë edhe kushton, dhe janë njerëz me të cilët i përpunojnë, që i përkasin kësaj pune, dhe janë bukur rrallë ata të cilët e punojnë këtë punë. Për tekstet e tilla kishin nevojë jo vetëm studentët, por edhe kolegët që ushtronin profesionin e arkitektit në komuna e Gjetiu. Profesor Dugajin Hasimja paradokohë ka arritur të përkthejë 2 libra nga autori gjerman profesor Dieter Princ, Planifikimi urbanistik dhe formësimi urbanistik. Ai fillimisht shpjegon se si lindi ideja për përkthimin e këtyre 2 librave. Para disa viteve e kemi punuar së bashku me TU të Vjenës, një projekt për plan zhvillimor komunal dhe urban të Suarekës, dhe atje pash nga disa profesorë një libër në gjuhën gjermane shumë të mirë shfilluar, pasi gjuha arkitektit dhe gjuha e vëzatimit. Atëherë e pash që mund të shfitohet edhe pse do të bëjsha da krijesha një libër timin nga baza të urbanizmit ku edhe ligjërej. Atëherë pash që nuk ka nevojë ta bëj atë, pasi ishte libër i mjaft i mirë. Ishte në gjuhën gjermane, por pas një kohë gjeta atë në gjuhën kroate, fillova ta bëj përkthimin në gjuhën shqipe. Atë e bëna diku vitin 2010, pas 6-7 muajve dulli një botim tjetër, librit të dytë formësimi urbanistik në gjuhën kroate. Kur prap fillova në shpejtësi, prap kryeva edhe përkthimin e librit të dytë.
Studentët janë mirë të kënaqur me këtë botim, sigurisht edhe kolegët nga gjitha komunat dhe nga gjitha departamentet e planifikimit urbanistik, pas që ka qenë nevojë e madhe për një libër apo dy libra të tillë apo disa libra të tillë, pas që në gjuhën shqipe nuk ka pasur ndoshta asnjë libër që nga vitet e 90-ta. Zotri Hasimja, si e shpjegoni ju zhvillimin e planifikimit urbanistik në Kosovën e dalur nga lufta dhe aktualisht? Praktikisht Kosova dalë nga lufta ka dalë me mjaft mangësi, mirë po vitet e para jemi ballafaqur me problemet të cilat kanë dalë nga pas lufta, problemet e emergjencave, mirë po pastaj jemi bazuar pak a shumë në planet gjenerale urbanistike të vjetra, planet detale, që kanë qenë prej kohës së ish Jugosllavisë, që kanë qenë me ju standarde. Mirë po diku vitin 2003 ka filluar institucioni i Institutit Planifikimit Hapësinor dhe ka filluar të bëhet plani hapësinor i Kosovës. Kanë dalë disa ligje të cilat duhet respektuar dhe është filluar të punon shumë plane hapësinore dhe urbane për Kosovën. Duke bazuar atë që diversiteti kulturor dhe ekonomik ishte i madh për Kosovën, atëherë duhet të kemi parasysh që nuk mund të punohet çdo gjë qysh neve na konvenon, por duhet me qenë sa më real në planet punuara. Atë sigurisht edhe profesor Princ ka përcjell atë që nuk mund në një qytet i cili ka diku rreth 200.000 banor, apo i ka pasur 200.000 banor para luftës dhe tash diku rreth viteve 2012-2011 tentohet që të ketë i ka pas 300.000 banor, të ketë 600.000 banor për 10 vite. Janë plane afatgjatë të cilat duhet të kemi parasysh që a mund të zhvillohen apo jo. Do të thonë duhet të ketë diku një stop i madh i zhvillimeve. Përndryshe çdo gjë që është rurale mund të vinë në qytet, apo çdo gjë që është urbane mund të kthehet në fshat. Do të thonë niset nga metodologjia nga lart poshtë apo nga poshtë lart. Zotri Hasimja, a keni qenë ndonjëherë të angazhuar në ndonjë projekt që ka të bëjë me plane urbane apo komunale? Praktikisht puna jonë në universitet e kërkon edhe punimin në teren, në formë konsulencave, gjëra tjera. Me ish kompaninë time kemi punuar disa plane komunale dhe urbane, duke filluar nga 2002 diku në plan zhvillimor urban të komunës së Kosovës, pastaj Klinës, pastaj konsulent në plan zhvillimor urban të Skënderajt dhe komunal, pastaj në planin zhvillimor urban dhe komunal kom qenë menaxher në Suarek. Gjithashtu plani i fundit urban është plani zhvillimor urban i Prishtinës, në cilën ka pas shumë sfida, por shpresoj që të gjitha janë arritur me kohë dhe është bërë një përmbyllje e mirë planeve. Po përveç të planeve, kom punuar edhe shumë plane rregulluese urbane sipas praktikës së mëhershme, mirë po gjithashtu edhe sipas legjislaturës në Kosovë. Tu marrë planet në për Prishtinë, planet në Suarek, planet në Klin, planet në Pej, planet në Gjelan e tjera, planet në Gjakov. Do të thonë, eksperienca ime është mjaft e gjanë, mos një të përmendë gjana tjera, ndërsa në CV-n tim mund të vrejnë ato gjana, mirë po është një radius mjaft i gjanë i planeve që është punuar nga ana e konsulencës ime, sigurisht edhe si disa prej tyre si menaxher i projektit. Profesor Dugaçin, sa janë realizuar planet në të cilat ju keni punuar? Praktikisht planet bëhen për një afat 10 vjeçar, me mundësi të revidimit çdo 5 vite. Por ka edhe planet të cilat nuk janë implementuar me kohë, nëse flasim konkretisht për Prishtinën. Atëherë në Sofali konkretisht ka disa planet të cilat apo ka disa plane në qytetin e Prishtinës të cilat nuk janë implementuar për shkak të mos interesimit të njerëzve, që pronat e tyre nuk zhvillohen mirë apo qysh mendojnë ata, sepse nuk është bërë debat me qytetarë. Por jo vetëm Sofali, ka plane të cilat janë duke u zhvilluar edhe në zona tjera, por të cilat janë stopuar duke u zhvilluara sepse nuk është bërë marrëveshje me qytetarët paraprakisht se si mund të zhvillohet. Edhe pse çdo gjë duhet të bazohet në plan zhvillimor urban,
por atëherë ka qenë një plan strategjik i cili ka jap disa kornizë të zhvillimit hapësinor. Por është dëshirueshme që të hyet pak më shumë me detale dhe me plan zhvillimor urban apo plan strategjike që të bisedohet me qytetarët, të japin mendimin e tyre. Në këtë rast ka shumë shansa që edhe revidimet të dështojnë nëse nuk bisedohet me pronarët e tokave apo një grup të sferave të interesit. Zotri Hasimja, ju si profesor në Fakultetin e Arkitekturës në Prishtinë, jeni angazhuar për 27 vite. Çfarë mund të thuani lidhur me punën dhe angazhimin tuaj teorik e praktik me studentët dhe për bashkëpunim reciprok me qendra tjera universitare? Praktikisht punë praktike nuk ka pas dhe në vitin 1999. Mas vitit 2000 kemi filluar në punën praktike dhe teorike më të thukt, pasi që studentët kanë qenë më të interesuar dhe ju në hapë shumë vizione për fakultetin tonë, gjithashtu edhe për studentët. Atëherë kemi filluar të dalim për Evropë me studentë gjatë disa workshopeve. Unë personalisht kam angazhuar workshopë me TU të Vjenës, Universiteti Teknik i Vjenës, si edhe 2 workshopa, 3 workshope, si edhe me North London University të Vjenës. Mirë po, fakulteti jonë gjithashtu ka pasur edhe workshope tjera me italian, gjerman, zvicran, e tjera, ku marrin pjesë studentët të cilët janë njohës të mirë të gjuhës angleze. Do më thonë, bënë për punë praktike dhe në prendim, mirë po edhe në Kosovë. Gjithni kur kemi qenë në Evropë, ata studentët të njëjtë kanë qenë edhe në Kosovë, kështu që i kemi prit mirë dhe të bënë punë mirë praktike. Por nuk është vetëm ajo, por gjithashtu kemi edhe eksperiencë të mira në marrëveshje me universitete që disa profesorë të na sjellin për ligjërata këtu, gjithashtu disa profesorë nga ne të shkojnë jashtë. Konkretisht kemi është programi CEPUS, ku vinë shumica profesorëve, mirë po edhe shumica studentëve tonë dhe profesorëve dalin jashtë për disa muaj dhe e kryejnë atë programin e praktikës dhe pjesë teorike të asaj. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë javë. Ju falemnderit për vëmendjen. Ju mund të na shkruani apo të na sugjeroni për tema që ja vlen të trajtohen për opinionin publik. Ju ftoj të na përcjellni sërish javën e ardhshme në të njëjtën kohë. Nga unë Halil Rustemaj, mirupafshim.